Rapo Gjaferaj, administrator falimentimi, biznesi dhe falimentimi. Planifikimi për fillimin e biznesit. Planifikimi i biznesit edhe paraprirja e ndryshimeve është shumë e rëndësishme dhe pa evitueshme pasi ritmi i ndryshimeve duhet të bëhet gjithnjë e më i shpejt. Parashikimi dhe planifikimi i ndryshimeve strukturore ndikon në të ardhmen e biznesit. Ato përfshin ndryshimet teknologjike dhe inovacionit, ndryshime sociale, ndryshimet për shkak të konkurrencës e të tjerë. Planifikoni mirë ndryshimin dhe mënyra se si do të përgjigjeni ndryshimeve të jashtme. Paraprini ju ndryshimeve të brendshme, mënyrën se si do të realizohet rritja, krijimi i produkteve të reja apo shërbime të reja, lëvizjet e personelit të shoqërisë e të tjerë. Të planifikosh mbi fillimin e një kompanie që të jetë në gjendje të përgjigjet ndryshimeve nuk është e lehtë. Që do të thotë se kapërcimi i këtyre ndryshimeve të bëhet më i lehtë duke realizuar një plan biznesi të mirë studiuar e sa më afër realitetit. Procesi i planit biznesit si hap i rëndësishëm përfshin stadet e një planit biznesit suksesshëm. Si, ku dhe kur do të fillojë aktiviteti sipas planit, janë pyetjet më të shpeshta kur të filloni të bëni një plan biznesi, pasi dihet se për këtë ju nevojiten informacione të detajuara në çdo akt të biznesit tuaj, përfshir industrinë, bujqësinë, tregun, operacionet edhe personelin, shërbimet, transportin e të tjerë. Procesi i planit biznesit përfshin disa stade themelore si përcaktimi i konceptit bazë dhe objektit të veprimtarisë biznesit tuaj, mbledhja të dhënave lidhur me përfitimet dhe specifikat e produkteve në treg, cilët do të jenë klientët e pritshëm dhe furnitorët të ardhshëm dhe përshkrimet specifike të biznesit tuaj. Më pas, zhndërrimin e planit biznesit tuaj në një formë ku përfshin përshkrimi i komponentëve të biznesit, mbledhja e informacioneve nga aspekte të ndryshme për krijimin e trupit të planit biznesit, gjetja dhe interpretimi i të dhënave të mbledhura gjatë procesit të artimit të planit biznesit, procesi i përgatitjes, ju jep një shans për të rritur njohuritë tuaja lidhur me shoqërinë në krijimin e sipër për aktivitetin themeluar. Një aspekt tjetër është mbledhja e të dhënave në lidhje me përfitimet dhe afatin e veçlyrjes së investimit, sasia e mjaftueshme e informacionit dhe burimet e sigurta të informacionit, studimi i tregut, intervistat informuese, klientët potencial, blerësit e drejt për drejt, ndërmjetësit, shpërndarësit e të tjerë, furnitorët potencial, afërsia e biznesit ekzistues që kanë lidhje me biznesin tuaj, si nga pikpamja gjeografike apo sipas linjës së prodhimit të të njëjtave produkte, të cilat janë edhe konkurrentët tuaj të ardhshëm të biznesit. Siguroni që ideja juaj të jetë objektive, apo nëse është e nevojshme të modifikohet ose të rikonceptohet me specialistë të fushës. Në këtë kuadër, shtrojini vetes dhe familjarëve tuaj disa pyetje. A ja vlen të nisim këtë biznes të ri? A ekziston një treg i vërtet? A ekziston një konkurrencë e fuqishme? Si duket gjendja financiare e tyre sot? Përgjigje për këto pyetje do të ndihmojnë në analizën objektive dhe përcaktimin e vlefshmërisë së idesë tuaj për një biznes të ri ose rifillimin e një ideje për një biznes tjetër. Këto analiza zakonisht bëhen për elementet e kërkuara si mjet financiar të nevojshëm dhe dobësitë e parashikuara në rast të rreziku, mundësitë e pashfrytzuara, forca pozitive që keni ju e që konkurrentët tuaj nuk i kanë dhe mënyrën se si jeni duke përdorur këtë forcë. Mundësitë tuaj për të ngritur nivelin e konkurimit në të ardhmen, duke marrë parasysh veprimet e tanishme, teknologjinë aktuale, idetë e tanishme, stafin e të tjerë. Mundësitë e pashfrytzuar nga ju dhe që akoma nuk i kanë shfrytzuar ende edhe konkurrentët e tu të cilët mund të ndikojnë në dobësimin e aftësisë suaj konkurruese apo ndoshta edhe në shuarjen totale të biznesit tuaj të ardhshëm në rast të gaboni. Në fillimin e biznesit, të gjithë shoqëritë tregtare në periudha të ndryshme, por veçanërisht me mbylljen e llogarive vjetore, duhet të analizojnë veprimtarinë ekonomiko-financiare, të llogarisin periudhën e kthimit të investimit që del si rezultat i fitimit mbi kapitalin e investuar dhe kur konstatojnë se është ulur koeficienti në disa vite e situata përpërkësohet, ata janë të detyruar ligjërisht dhe duhet të favorizohen nga kreditorët për këtë veprim, nëse në afatet e përcaktuara filloni procedurën e falimentimit dhe sipas vendimit të gjykatës duhet t'ia lënë administrimin administratorit të falimentimit apo një mbikëqyrësi i cili të fillojë me njohjen e aktivitetit dhe të hartoj raportet financiare
perspektivën dhe mundësitë e riorganizimit të shoqërisë. Ashtu siç shoqëria planifikon fillimin e mbarë të saj dhe të suksesit, nëse nuk jep rezultatet e pritshme nga sipërmarrësit, ky është një çast që tregon edhe planifikimi në fakt. Në fund të aktivitetit edhe pa dashje, është edhe fillimi i planifikimit të dështimit. Ka shumë rëndësi të kuptuarit edhe vlerësuarit drejt të detyrimeve ndaj kreditorëve, pasi nuk është e lehtë që të negociohet me ta që shpesh bëhen të dhunshëm dhe mund të degradojnë në konflikt fizik midis tyre dhe debitorit. Në këtë mënyrë, parandalohet gjelbderdhja e nisin zgjidhjet ligjore. Përgjithsisht, debitorët në këto rrethana nuk e besojnë lehtë dhe shikojnë si mashtrues dhe dështak. Ky duhet të jetë edhe momenti për fillimin e procedurës së falimentimit. Me anë të kërkesës së bërë në gjykat për fillimin e procedurës së falimentimit, duhet kërkohet vendosja e llojit të falimentimit në riorganizimin dhe mënyrën e administrimit nga debitori, apo nga administratori i falimentimit, apo ai mbikëqyrës, ose kalimi për likuidim i debitorit dhe emërtimi i administratorit të falimentimit me vendim të gjykatës.